Ish futbollisti më njohur I flamurtarit Vasil Ruci bën një skaner të kampionatit dhe kategorisë superiore. Deri më tashmë janë luajtur 5 javë të para, ndërsa skuadrat kanë marrë atë që kanë dhënë në fushën e lojës. Sipas tij, kampionati I sivjetshëm është më I fortë, por jo më cilësor, ndërkohë që ndalet edhe tek formula e tij, teksa thekson se Final Four I cili do të luhet në fund do të tregojë edhe forcën e të gjitha skuadrave, ndërsa do të rrisë edhe konkurrencën. Kemi bindje të tillë për kampionatin që më duket I kampionat konkurus, ekipet janë bërë më të forta, po jo shumë cilësore, janë forcuar shumë dhe gjëja më e mirë që kam unë, që mendoj unë në këtë moment tani ka filluar të ngjinden njerëz në stadion dhe kjo është një gjë e mirë për kampionatin. Nuk besoj se do të kështu renditja do ekipet gjatë rrugtimit të tyre do ketë ndryshime, pa dyshim. Sepse nuk ka ekip të dobët në këtë kampionat. Dhe besoj që edhe këto ekipet që janë fund tabelës klasifikimit gjatë rrugës do rregullohen. Patjetër që do bëhet akoma më konkurrues, por e vetmja merak që kam unë duhet të jetë më shumë cilësor. Ruci ndalet edhe tek flamurtari, ndërsa sipas tij skuadra tashmë është në ngërç psikologjik, çka I takon trajnerit të veprojë. Është ky I fundit I cili duhet të ndërthurë cilësitë që ka skuadra me idetë e tij. Ka një ndryshim nga formula e vjetshme, është pak më e arsyeshme se sa e vjetshme. Besoj ato 4 ekipe që dalin në finale do të jetë një kampionat I vogël midis tyre dhe atje do përcaktohet shumë gjëra. Nuk do ketë diferenca. Për arsye se përveç Eknatis, për shumë ekipet e tjera e arritur cilësisht. Është bërë Elbasani Goxha ekip I mirë, Shkodra ekip I mirë, Durrësi ekip shumë I mirë. Me sa kam parë deri tani, pretendoj që edhe flamurtari të ngrihet dhe kam besim se do ngrihet. Një gjë që flamurtari brenda elementin e ka disa arsye të tjera të cilat nuk ka arritur të marrë pikët që I nevojiteshin, të paktën psikologjikisht të vazhdojnë në kampionat. Ka një ngërç, por e rëndësishme shumë është e trajneri. Këtu bie gjithë barat e trajneri. Arsyeja është kjo, trajneri thonë që është I mirë, dhe unë me sa kam dëgjuar punon goxha mirë në probleme taktike. Por e rëndësishme tek një trajner është si do ndërthur aftësitë e lojtarëve me idetë që ka ai në mendje. Këtu besoj është ngërç. Dhe po ta shikosh gjatë gjithë javëve ka pas dyshime dhe informacion. Kjo nuk është stabil akoma trajneri në idetë e tij që ti gërshetoj me aftësitë e lojtarëve dhe të arrit këtë rezultat. Plus tjetra, unë them dhe tjetrën që flamurtari duhet patjetër që të krijojë liderët e tij në ekip. Meqense janë gjithë të huaj akoma s'po shfaqet lideri. Dhe paktën një lider, një ose dy, të dinë të fusin frymën e ekipit dhe të japin ato çka e nevojitet një ekipi. Çfarë ka shkuar te flamurtari këto 5 javë? Kjo besoj ndërthurja e aftësive të lojtarëve me idetë e trajnerit. Në momentin që do të ndërthuren këto dyja besoj flamurtari do të ketë pikë të duhura. Ruci thekson se në këto momente nuk duhet nxituar pra të largimi I trajnerit, por I duhet dhënë kohë, me qëllim që skuadra të rritet dhe cilësitë nuk I mungojnë. Sipas tij, flamurtari ka të gjitha mundësitë të ngjitet në renditje edhe më tej, ndërsa pozicioni aktual nuk tregon cilësitë që ka flamurtari. Akoma nuk ka ardhur koha që të bëjmë këto lloj ndryshimesh për arsye sepse ideja është kjo, investimet janë bërë, por s'duhet të prishet të prishet akoma më keq. Flamurtari tani duhet më shumë morali, duhet më shumë angazhim, më shumë për krahje që të dalë nga ky ngërç. Elementin e ka, besoj aty vetëm një gjë është përzgjedhja. Si do arrijë njeriu të përzgjedh dhe të ketë një stabil formacion me lojtarë dhe me idetë që ka ai. Kjo është besoj ngërçi I sot. Shiko, unë besoj dhe një tjetër, deri tani për shembull futbollistat janë munduar të shfaqin të justifikojnë lekët me aftësitë. Por ka ardhur koha që mos të mendojnë për lekët, po të mendojnë që aftësitë vënë në shërbim të ekipit, jo në shërbim të vetes tyre. Kategoria superiore ka luajtur deri më tashmë 5 javë të para të saj, me vlonjatët të cilët renditen në vendin e parafundit. E megjithatë, në Vlorë, të gjithë besojnë se skuadra e ka cilësitë për të ngritur më tej. Teksa ish futbollisti më I njohur vlonjat Vasil Ruci bën edhe një skaner të kategorisë superiore deri më tashmë në 5 javë.